Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Sot jemi në mësimin e 5 me lejen e Allahut, dalum dje në pikën e 2 të hadithit të Gjebrailit, sa ashtu quhet si hadith. Hadithi i Gjebrailit alayhis salam. Dhe folëm disa fjalë rreth islamit, kur e pyeti të dashurin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam se kush është Islami, dhe pam që i dashmion alayhi salatu wassalam përmendi shtyllat, ato qoshet kryesore që mbajnë këtë fe prej punëve, qoshet kryesore, edhe që janë 5. Thënia e dëshmisë Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është rob për njerëzve dhe rob i përzgjedhur ke Allahu subhanahu wa taala dhe i dërguar i tij. Pastaj falja e namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe e 5-ta kryerja e haxhit. Dietarët përmendin edhe një pikë për shkak të haditheve të shumta që është, dhe ajo është urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Se gjitha këto vepra, gjithë këto punë, nëse neve nuk nxisim për këto, atëherë këtu kemi një mangësi. Dhe përsëri Gjebraili alayhis salam i thot të dashmit ton, masi ja përmend këto të 5-ta, i thot të vërtetën the. Dhe habitet sahabët si ka mundësi ta pyesi dhe t'ja aprovoj. Është e çuditshme. Pastaj e 3-ta, që do ndalemi me pak fjalë sot, i thot, atëre më njofto mu ç'është ihsani, mirësia, bamirësia. Tha, i thot profeti alayhi salatu wassalam, ihsani, që është grada më e lartë, është që ti ta adhurosh Allahun subhanahu wa ta'ala si kur je duke e par atë. Nëse ti nuk e sheh, atëherë ta dish se Allahu të sheh ty. Ne pam që grada e parë është imani, besimi, se pa te veprat nuk kanë fajde. Pa iman, veprat nuk kanë fajde. Pa besu tek Allahu subhanahu wa ta'ala, pa besu tek me lajket, ke profetët, ke librat, pa besu në ditën e gjykimit. Besimi është shtylla bazë e aprovimit punëve. Pastaj, mirë po, që të vërtetohet, duke qenë se është e mbrëmshme, përmendëm neve kryerjen e punës. Që ti të falesh, ti të agjërosh, ti të flasësh mirë, ti të japësh zakatin, të bësh veprat, të cilat Islami i ka aprovu, i ka konsideru si veprat mira. Po ihsani, thjesht kryerja veprës, për shembull ti e fale namazin, e kreve namazin dhe e shlyve atë detyrimin. Po mirë, po ihsani, prit. Allahu subhanahu wa ta'ala në shumë ajete thot, Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allahu i don bamirësit dhe përmirët. Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw. Allahu është me ata të cilët janë devotshëm. Walladhina hum muhsinun, edhe ata të cilët janë bamirës. Në shumë ajete kuranore e përmend ihsanin Allahu subhanahu wa ta'ala, e përmend bamirësin, veprën e mirë. Po çfarë është ajo? Prej kuptimeve të saj që ti punën që e bën, veprën që e bën, ta bësh të mirë, ta bësh të përsosur, ta bësh të rregullt, ta bësh në mënyrën më të mirë veprën. Namazin ta kompletosh, ta falësh të rregullt, me përkushtim dhe me vëmendje për tek Zoti i gjithësisë. Agjeron Ramazanin, e njëjta gjë, shkon ka haxhi, e njëjta gjë, jep një lëmosh në të njëjtën gjë. Jo ta japësh, domethënë në një formë nënshtrimi, po ta japësh lëmoshën në mënyrën më të mirë. Ka qenë Aisha radhiyallahu anha e parfumoste. Se thonte, kur jepte në diçka lëmosh, i parfumoste. Atë që mundet, se nuk mund të parfumosësh ushqimin, në rregull, po
e parfumostet. Pse? Sepse thonte ajo bie në dorë të Zotit para se me rake dora fukarajt. E pranon Allahu, do të thonë shife, në mënyrën më të mirë, më të hishme. Pra, gjithmonë robi kur don me bë një vepër të mirë, çfarë do lloj vepre qoftë ajo, prej veprave të mira, mundohet ta bëjë në mënyrën më të mirë. Ja imagjino, edhe ke dhikri, ke përmendje Allahut. Në shumë hadithe nxitëm në ajete e Kuranit me e përmend Allahun shumë. Në çdo gjendje, me abdes pa abdes. Ama nëse ti e përmend Allahun duke qenë me abdes, ke më shumë shpërblim. E nëse ti e përmend Allahun në namaz, daha më mirë. Nëse ti e përmend Allahun mrena në xhami, akoma më mirë. Nëse ti e përmend Allahun në Kabe, akoma më lart. Pra, çdo pozicion ka atë vetën. Pra robi mundohet me përmend Allahun në mënyrën më të mirë. E respekton, rrin më mirë edhe kur e vën Kur'anin dhe kur e man Kur'anin, pra, çdo vepër të mirë, qëllimi ishte që çdo vepër të mirë robi mundohet ta bëj sa më të mirë, sa më në rregull, sa më të plot veprën e mirë. Pse? Sepse neve këtë vepër jemi duke ja paraqit Allahut subhanahu taala. Atëherë vjen ajo pjesa parë e shpjegimit që thamë ne, ta adhurosh Allahun sikur ti e sheh atë. Sikur ti e sheh, sikur e ke Allahun subhanahu taala prezent me ty. Edhe Allahu është prezent. Me dijen, me fuqinë e tij. A mund dalim neve nga sundimi i Allahut, nga bikëqyrja e Allahut subhanahu taala? Asnjëherë. Prandaj thot, e ke wa huwa ma'akum aynama kuntum, dhe ai është me ju kudo ku jeni. Allahu subhanahu taala. Pra, nuk mund dalim neve nga mbikëqyrja, nga kontrolli, nga vëmendja e Allahut subhanahu taala, nga dija Zotit, asnjëherë. Nga shikimi, nga mbikëqyrja e Allahut subhanahu taala. Mund dalim neve prej asaj? Asnjëherë. Pra, ta ndjejmë neve sikur e kemi Zotin, jemi duke e kryer këtë adhurim, edhe këtu çalojmë gjithë. Prandaj është gradë shumë e lartë që ta adhurosh Allahun sikur e sheh atë, sikur je në prezencën e tij. Edhe nëse kjo nuk është, pjesa dytë, edhe nëse ti nuk e sheh Allahun subhanahu taala, atëherë ti jetë në zemrën tate ndjesia që Allahu ty po të sheh. Imagjino, ne kena shumë vepra që ndoshta nuk e bëjmë në moment. Pse? Ke prindin, i ha fjalën. Ke nonë e babë, ke gjyshi. Ose i person që ti e do fort, s'do të çofi duke boj vepër. Apo jo? Do të thonë ke ndroj prej atit. Prandaj dhe i herë profeti alayhi salatu wassalam, çfarë i tha njonit? Do të thonë, të kesh turp ndrojtje ndaj Allahut, ashtu sikur se ke përpara dy personave të lartë ke fisijot. I tha njërit prej sahabeve. Pra me pas ndroje para Allahut subhanahu wa taala. Sepse na shikon. Zot na fal. Ne shejtani mallkum na bën që ta harrojmë këtë detaj. Sa herë që ne gabojmë, ne jena gabimtar. Harro robi. I hik me një për momentin, e cyt epshi, qefi me boj diçka. E shtyn, e nxit, ke e keqja, ke vepra keqe dhe e harron këtë detaj. Që Allahu subhanahu wa taala është duke na pa neve. Po kjo është realitet. Mirë, Zoti na fal, vjen istighfari, vjen punët. Po sa më shumë neve ta rrisim në veten tonë këtë mbikëqyrje, aq më të mira do jenë edhe punët tona. Do të jenë më të rregullta, do të jenë më të pastra punët tona. Kur neve e kemi këtë mbikëqyrje prej Allahut subhanahu wa taala, e kena më të rregullt. Na ngjan sikur punën jena duke e bërë më të mirë. Pse? Sepse po na shef Zoti në bërjen e punës. E kena më të sinqert, sepse themi Allahu e din se për çfarë jam duke e bëu këtë punë. Na pastrohet edhe njeti jon. Kur e bëjmë veprën, punën tonë. E lutim Allahu subhanahu wa taala që ti përsosi dhe ti përmisoj veprat dhe punët tona. Dje, ke mësimi i djeshëm, morëm 3 gërma, po t'i bëjmë edhe një përsëritje të vogël. Tham, kemi marrë 3 zanore të shkurtra, themi. Ose me gërmat e veçanta. Dhe viza që shkruhet poshtë, tham, e shqiptojmë i të qartë,
dhe kjo shqiptohet u e rrumullakosur. Këto janë tre zanore. Nuk themi nuk themi i, nuk themi u, nuk e zjasim tingullin. Shkurt. Morëm shkronjën e parë, quhet hemze, mirë po shqiptimi i saj është me zanoren që merr. I dhe u. Tham, kjo ishte me pikën poshtë? B-ja. Themi? B. Po i njët kemi? Qa ishte kjo? T-ja. Shumë burë. T. Ti dhe tu. Shumë mirë. Me 3 pika, shikojmë? E njëjta shkrim, po kjo pikën poshtë, 2 pika lart dhe thëja, me 3 pika sipër. Në mes të fjalës dhe në fund të fjalës. Shumë bukur. Ta shkruajmë me ngjyrë tjetër. Morëm pastaj këtë. Kjo ishte Gjëja. Gje. E fortë, humbuse, pika poshtë, themi Gji. Dhe kthehemi në original, po me lidhjen, duke thënë gju. Kjo pa pikë fare, tham, omël? Ja. Ha. Themi ha. Omël, qiftu? Ha. Shumë mire the, trim. Themi hi. Hi. Dhe themi hu. Po mirë, këtë ha. Ku e kemi një gjune? Kush më jep një fjalë me këtë ha? Si? Ngrej mërzonën, A themni, elhamdulillah. Tjetër. Sa fillojmë, kur bëjmë dhikrin e sabahut, 33 herë themi subhanallah. Themi subhanallah. Këtu, omël. Shumë bukur. Dhe kjo me qjerrje fyti, u shqiptonte? Fort. Ha, trimi. Si u shqiptonte kjo? Ha, shumë bukur. Me in, themi? Gjëja ku e kishte pikën? Poshtë. Haja? Sipër. Lartë, shumë bukur. Dhe themi? Hu. Shumë bukur. Tani. Morëm. Kjo ishte D-ja. Dhe themi shif fort. D. D. Themi? Pazjat. D. Di. Du. Dhe kjo është dhëja si shqipja. Do më thonë dhëja si në gjuhën shqipe. Kjo ishte dhëja, thamë. Shumë bukur. Dhëja si në gjuhën shqipe. Themi dhe. Dhi dhe dhu. Shumë bukur. Iku. Këto gërmat që morëm ne. Tani, dhe shkruajmë me të kuqe këtë. Dëja ishte hark i mbyllur. Si ato që i bëjmë neve si plumqe. Në rregull? Dëja dhe dhëja. Kemi të shtrirë. Shikon ndryshimin? Dëja dhe e shtrirë. Kjo është rëja, por rëja në arabisht është pak e trash. Dhe themi neve ra. Mirë po ka i diçka. Shpesh herë në për libra, në për shkrimin e librave shqip, kur shkruajnë surët e Kur'anit, bëhet një gabim trashanik në shqipërimin e bismillas për shembull. Kur shkruhet bismillah, shkruhet bismillahir me r. Me çfarë e shkruajnë? E shkruajnë me r në gjuhën shqipe. Dhe kjo është gabim trashanik. Nuk ka r kaq të fortë. Nuk ka r. R, po e trash pak. Shqiptimi pak i trash. Nuk themi ne bismillahir, shife, r, gjuha, godet, qedë noftën e sipërme, si matrapik i themi ne. Ato matrapiku që thyë, ato. Nuk shqiptohet ashtu. Shqiptohet r e trash.
gjuha ngrehet pak sipër, domethënë maja e gjuhës duke e shqiptu ra. Si themi? Ra. Nuk themi bismillahir, po themi bismillahirra. Nuk puthitet sipër, mahet pak më poshtë. Keni parasysh si luga. Ktheje dhe ngreje pak majën e lugës për sipër. Themi ra, ra. Ose edhe nëse e majmë lugën kështu, në rregull, pjesa e parë ngjitet sipër, po nuk puthitet që të godasi. Atëherë themi ra. Si? Ra. Me in, shife, tashti, shikoni këtu. Hemzeja, ku takonte? Poshtë. D-ja, poshtë. D-ja, poshtë. R-ja do bashkohet sipër. Do bashkohet sipër dhe themi, këtu do themi holl, si shqipja. Ri. Ri. Me këtë do shqiptojmë, do anojmë ke aja, ra. Kurse këtu do themi ri. Me unë, përsëri do themi trash, ru. Si themi? Ru. Shumë mirë. Shikoni këtu? Tham? Si e shqiptojmë? Si e shqiptojmë? Ra. Kjo faktikisht që ti jemi mashtu. Shpesh herë tingulli anon ke aja më shumë. Ra. Elhamdulillahi Rabbil. Nuk themi ne ra. Ra. Themi Rabbil alamin, a e plot. Ka raste kur është midis es dhe as. Midis es dhe as. Kjo na stërvitet tingulli, po ama gjithmonë pjesa më e madhe e rasteve ku është afër as, është afër as. Ose mund zbutet pak, po jo që të bëhet me e. Në rregull, pra asnjëherë nuk bëhet e. Me këtë mund të bëhet, për shembull, e a, e midisme, ose a e plot. Për shembull, Rabbil alamin. Ne themi ja Rabb, a e plot, e qartë fare. Ke fjala që do shkruajmë ne si? Shife? Do anoj, do zbutet pak. Raje, Raje, Raje. Po kjo çfarë ishte? Kjo e omëlta. Raje, ha. Themi ha. Haja, ra. Tjetra. Themi hara. Haraja. Po mirë, nëse i vej pikë saj? Ja, pse? Gjëja ku e ka pikën? Thuje. Kharaja. Kharaja. Shumë bukur. Shef sa mirë? Shife. Fjala tjetër. Themi? Jo dha. Shiko këtu. Gjithmonë, vetëm gërmat e veçanta, shife. Ne tham ke rëja, ka pak tingull të veçantë. Nuk tham rë e hollë si shqipja, po tham ra. Në rregull, tham haja dhe haja. Këto dyja janë veçanta. Nuk i kemi tingull në gjuhën shqipe. Dhe rëja, me këto parametra, përveç is, nuk i kena tingull në gjuhën shqipe. Prandaj e shqiptum pak më të plot, ra ose rë. Ama dhëja e tjerat, përderisa i kena në gjuhën shqipe, do jenë njësoj. Atëherë themi dhe ra. Bravo, dhe ra e. Shef sa mirë? Dhe ra e. Shumë mirë. Po si kjo, kemi shkronjën z. Z-ja, në shqip, z, shif, z, tingulli, z. Fort, atëherë themi z.
Z, ha? Shife? Themi? Z. Zëgje? Zëgje, rë. Tjetra. Ha? Zubu, ri. Shef sa mirë? Zubu, ri. Ha? Pika? Ha? Tezi? Atere, shif edhe zëja si rëja, lidhet sipër. Themi? Zi. Themi? Zu. Ha? Tezi, ru. Ha? Bera? Beraza. Si? Beraza. Shef sa mirë? Atere. Themi? Po? Ha? Ha? Khabeze. Po këtu? Ha? Habara. Habr i thonë djetarit. Shumë mirë. Tani, do marim një gërm të tretë të fundit. Kjo është shifni. Një dhëmz, dy dhëmza, tre dhëmza. Këtu, me dhëmzën e tretë, do bëjmë një shenjë të madhe. Kjo është shkronja S. Si gjuha shqipe. Kjo është shkronja S. Ashtu si kurse kur kishim këtë harkun shife, ikte, u zhdukte në fillim dhe në mes të fjalës, edhe këtu, kur shkruajmë këtë fjalën, do hiki ky barku. Atëherë themi shife, një dhëmz, dy, e treta dhe lidhja. Dhe lidhja. Atëherë themi se. Shikoj këtu. Tre, themi se. Sejde. Sejde. Bëri sejde. Ra në sejde. Sejde. Themi? Seha be. Shife këtu tani. Themi? Ha. Kujdes, tre dhëmzat. Sa mirë. Hasi. Hasi be. Gje. Gjara se. Shife, atëherë thamë sëja në fillim, shikojni sën në mes, vendi i lidhjes, tre dhëmzat, afër njëra tjetrës, shife, tre dhëmzat. Besoj se janë të qarta tre dhëmzat. Dhe në fund të fjalës, sëja, me vizën poshtë, si. Dhe në fund thamë, do kthehena ke origjinalja. Pra, lidhja me gërmën edhe mbyllja, sepse është gërm që e mbyll fjalën. Themi? Su. Inshallah, nesër do marrim ca fjalë, t'i bëjmë një përsëritje, pastaj do kalojmë ke gërmat e tjera me lejen e Allahut. Yes. Allahu ju shpërbleft.